Frika dhe shpresa. Frika është një nga instiktet bazë të çdo krijesi që ekziston kur përballet me ndonjë lloj rreziku. Sa herë që në luftën e jetës, qenia njerëzore përballet me alternativën ose të shmangë rrezikun, ose të dalë përballë të keqes, dhe ndjenja e frikës i jep asaj forcën e nevojshme për mbijetesë të sigurt. Prandaj qëllimi i frikës është të vërë në lëvizje energjitë dhe përpjekjet e njeriut për të gjetur rrugën e shpëtimit nga rreziku. Po të kishte dështuar në shmangjen e rreziqeve të ndryshme që kanë kërcënuar qenien njerëzore para historike, qeniet njerëzore nuk do të kishin mbijetuar. Ky parim është i vlefshëm jo vetëm në rastet e rreziqeve të jetës fizike, por gjithashtu frenon ndonjë kërcënim të personalitetit të njeriut që shkakton ndjenjen e frikës. Përvojët kanë treguar se rreziku për të bërë subjektin mbi zotërimit nga të tjerët është shkaku më i madh për frikën ndërmjet individëve se çdo gjë tjetër. Një frikë e tillë mund të paralizojë jetën për muaj të tërë, madje edhe për vite me radhë. Në fakt, ky ankth lind nga kërcënimi i personalitetit dhe rreziku për humbjen e tij. Njeriu është përballur me një kërcënim të tillë dhe ndihet sikur nuk ka forcë të ndërmarrë ndonjë vendim. Ai është detyruar të kërkojë ndihmesën e të tjerëve dhe të vendosë për punët e tij nëpërmjet ndihmës së tyre. Sa më e fortë të jetë frika për humbjen e personalitetit, aq më i thellë do të jetë ankthi dhe shqetësimi që e torturon individin. Ka raste që kjo gjendje mund të arrijë pikën e çmendurisë. Ajo që është thënë për instiktet e trashëguara është se ato janë të dobishme për të mbijetuar dhe për mbrojtjen e jetës. Kjo, e vërtet, vetëm kur nuk ka përcen kufijtë e përmbajtjes së vetes. Por kur bëhen të skajshme, ato mund të bëhen të dëmshme. Frika e imagjinuar që del nga imagjinatat e pabaza dhe nga parandjenjat e fatkeqësive dhe të mjerimit janë shenja të gjendjes patologjike e cila dobëson fuqinë e të menduarit. Siç është zbuluar nga specialistë të fushës, ky faktor jo vetëm që i çon shumë njerëz drejt humbjes së mirëqenies së tyre, por gjithashtu shkakton një dëm të konsiderueshëm. Është vënë re se gjendja e krizave që rezulton nga paniku dhe ankthi bëhen shkaku për vdekje të parakohshme, pasi një periudhë paniku e papritur mund të çrregullojë mekanizmin e jetës së njeriut dhe e çon drejt ndërprerjes së jetës. Ndonjëherë gjendja e frikës dhe e ankthit është një prelud për sëmundje psikike të rënda të shkaktuara nga disa ndryshime rrënjësore në psikikën e njeriut, pasi personat e fortë dhe të shëndetshëm zakonisht nuk bëhen subjekt për gjendje të tilla. Përkundrazi ata përpiqen me gjitha aftësitë e tyre mendore dhe përforcojnë ekuilibrin e tyre mendor. Disa njerëz janë viktima të frikës së panjohur dhe të paqartë. Ata nuk mund ta përcaktojnë se çfarë i shqetëson dhe as nuk janë të vetëdijshëm për shkakun e dhimbjes dhe ankthit të tyre të fshehur. Mosha sigurisht që është e lidhur me ndjenjat e frikës dhe të ankthit. Këto ndjenja janë karakteristike viteve të fëmijërisë dhe të gjithë njerëzit pak a shumë kalojnë përvoja të panikut deri në moshën e pjekurisë së tyre mendore. Në ndonjë rast, ky pikëllim shkatron dëshirën për të ecur përpara dhe bllokon të gjitha elementet e suksesit, duke zvogëluar nivelin e aktivitetit fizik dhe mendor të njeriut. Efektet e tij të dëmshme bëhen të dukshme në të gjithë aktivitetin dhe sjelljen e tij. Përveç faktit se frika nuk është e dobishme dhe pavarësisht nëse rreziqet e supozuara materializohen apo jo, frika që ndjen dikush nuk ka rezultat përveç se shkakton humbje kohe dhe zvogëlim të energjisë mendore dhe fizike. Përveç kësaj fatkeqësitë prej të cilave kemi frikë ndodhin në të vërtetë, njeriu do t'i mungojë forca dhe kuraja për ta përballuar atë. Frika dhe ankthi zbulojnë veten në forma të ndryshme. Dr. Koulesti thotë: a ju mungon vetbesimi dhe a e konsideroni veten të paaftë për të përballuar kushtet e jetesës? A vuani nga një ndjenjë e dhimbshme, e druajtjes dhe të qenit i turpshëm? A e keni të vështirë në një mbledhje të takosh dikë të cilin nuk e keni takuar më parë dhe a ju bën kjo gjë të ndiheni në sikletë dhe në ankth, nuk ndiheni i qetë kur jeni vetëm? Nëse përgjigjja për pyetjet e mësipërme do të jetë po, atëherë ju jeni i frikësuar. A ju duket sikur njerëzit mendojnë për ju se jeni i pandjenjë, se ata nuk të kuptojnë ty, se të gjithë janë kundër teje? A bluan në mendje shumë për të shkuarën tënde dhe për ato gjëra që ke humbur? A mendoni se keni kryer një mëkat me një njeri të veçantë, pa marrë parasysh se një mëkat i tillë është kryer apo jo? A mendon vazhdimisht për veten dhe a jeni gjithnjë në një gjendje ankthi me çfarë mund t'ju ndodh juve? A prekesh shpejt nga bisedat e kota dhe vorrejtjet e tyre të pavlera? Kur ti zemërohesh dhe irritohesh, a ke frikë se mund të mos jesh në gjendje të kontrollosh veten? A nguroni të shoqëroheni me njerëz dhe keni paragjykime të forta? A keni vështirësi për të ndërtuar marrëdhënie dashurie dhe intimiteti me të tjerët? Të gjitha këto janë forma të ndryshme të frikës.
Kur një njeri merr vendimin të veprojë në përputhje me parime të caktuara që ai i pranon në jetë dhe me siguri, ai do të kalojë probleme dhe fatkeqësitë me guxim dhe vendosmëri. Një njeri i tillë ndërton një sjellje burrërore kundër vështirësive dhe dëshpërimi apo humbje e shpresës nuk mund ta nënshtrojnë shpirtin e tij. Shumë njerëz të talentuar të cilët nuk mund të arrijnë një pozicion të spikatur në jetë, duke u mbështetur në fuqinë e tyre të brendshme, të cilët zotërojnë një forcë të mjaftueshme për të dëbuar frikën nga mendja e tyre, por nuk mund të bëjnë qoftë edhe një lëvizje të vetme si rezultati i mungesës së kurajës së mjaftueshme. Si rrjedhoj, ata nuk arrin të ngjiten në shkallët e suksesit dhe kapacitetet e tyre dobësohen gjithnjë. Ajo çka rezulton në humbjen e kontrollit të një njeriu mbi jetën dhe punët e tij është pavendosmëria, të humbësh kohën duke u shqetësuar për ngjarje të cilat mund të mos ndodhin, do të çojnë drejt një dëmi të pariparueshëm.